Ja pse e keni pastruar sobën gabim deri më sot. I gjithë procesi i pastrimit përbëhet nga dy hapa të thjeshtë. I pari ka të bëjë me furrën në brendësi dhe hapi i dytë ka lidhje me dritaren e furrës. Përbërësit që do ju duhen për të pastruar furrën janë: sodë buke, ujë, shishe spray, një tas i vogël uthull modhe në një copë. Për furrën, gjithashtu ju duhet të bëni këto hapa. Bëni një përzierje duke përdorur 2 lugë sodë buke në kombinim me pak ujë. Vendoseni përzierjen në një tas. Qëllimi i kësaj përzierje është të fitoni një pastë që lehtëson dhe përhapet mbi sipërfaqet që keni nevojë për pastrim. Përhapeni pastën gjithashtu edhe në të gjithë sipërfaqen e furrës, derisa të kthehet në një ngjyrë kafe e lini aty. E lini në furrë përgjatë gjithë natës të nesërmen me ndihmën e një lecke të lagur, përpiquni të fërkoni furrën sa më shumë që të jetë e mundur. Vendosni pak uthull në një shishe dhe sprëtsoni mbi sipërfaqet ku mbetet soda e bukës. Fshiheni me leckë të lagur furrën, gradoheni në temperaturë të ulët dhe e lini për 15 minuta.